Shikues të dashur, më nëma mirë se erdhët në emisionin Këshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë janë prezent me neve, por faleminderit edhe sponsorëve tonë atyre që nuk lodhen edhe na mësojnë realizimin e këtij emisioni, edhe na sponsorizojnë që ne me ardh këtu çdo javë dhe me mojt emisionin. Është Ujë Sibura. Një shishe ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Faleminderit shumë Ujë Sibura, për është prodhim vendur. Është pije Aronika, fabrika për prodhimin e pijeve Aronika, që kam thonë shumë herë që nuk janë vetëm lëngje, por janë edhe pije sheruse, me veti sheruse. Gjithë ju që e dini se çka bon Aronia, e dini edhe normalisht që ka dhe veti sheruse, sidomos veçanërisht për ata që kanë sëmundjet e tumurit, përdoret shumë pije Aronia. Pronori Esat Berisha ka ardhur nga Zvicra dhe ka investuar në Kosovë. Faleminderit shumë Esat Berishës. Është Kopjer Computer Center Kosova, CCC Kosova, që e gjeni në Instagram. Gjithë ju që doni me pas një laptop me çmim shumë të lirë dhe me kualitet shumë të mirë, këtë laptop si të emisionit Këshia Show, e gjeni tek Kopjer Computer Center Kosova, që me lokale e gjeni fizikisht të afër stacionit të autobusëve. Faleminderit sponsorëve tonë, shikues të dashur, sonte do të flasim për Ramazanin dhe jo vetëm, do të flasim edhe për temën Iran-Izrael. Për me diskutu lidhë mbi këtë temë, sonte kam të ftuar një mysafir shumë special. Është special sepse spari është huaj dhe së dyti është adhetar i madh, njihet për kontributin e tij veçanërisht në ushtrinë islamtare të Kosovës. Me neve sonte është imami Molla Jau Beqiri, e ftoj me Dordokiti. Në nomën e sejre, faleminderit shumë që jeni. Respekt. Për ftesën. Faleminderit. Molla Jau, çfarë po të që nket për ta më dhonë? Po faleminderit shumë. Faleminderit që erdhe në këtë ku pas iftarit. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje për ju dhe për shikuesit e televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Ç'është special me Ramazan? Elhamdulillah, mirë shumë. Mirë, a? Mirë. I lehtë si vjet ka qellu? Po gjithherë ka qenë i lehtë për ata që beson si duhet. Zoti është ai që ndihmon. Njeriu me qenë punëtori dikuj që është zotni, e ka lë ditën shumë mirë, po me qenë njëri që agjëro për Zotin, Zoti ti hek ato vështërsi, ta lehtëson. Huaj nuk e dia beson mësysh se neve na kthyerin shumë, inshallah s'na morrim mësysh sonte. A ka mundësi më na morr mësysh kur të kthyerin shumë njerëz? Jo. Ai merr mësysh vetes. Le të thot mashallah dhe kryo punë. Çka po dolmi tek tema, pelon pak temën aktuale është Ramazanin, për më rikthye mas pak, çka po ndodh tek lufta Iran-Izrael? Sipas juve. Po që unë ma shumë jam i thirrur, jam i përgatitur për çështje fetare, kjo ma shumë ju takon aty në që merren me politikë, mirë, po edhe unë qëndroj pas grupimit apo qëndrimit të shtetit tonë apo udhëhesave të shtetit tonë, të cilët janë deklaruar me këtë rast, na vije keq pse ndodhin luftat ku do qofshin ato, edhe një mërzi edhe pse ajo ka ndodhur dhe po ndodh ende sot e kësaj dite në Ukrainë. Luftat nuk bien të mira. Luftat bien viktima, luftat bien tmerr, luftat bien shkatërrim. Po edhe në Iran atje pse ka ndodhur, jam edhe herë po them kundër çdo lufte që ndodh, është mirë që aty Zoti ku të ka krijuar, është toka jote, gjithkush më majt vendin e vet, tokën e vet. Të mirat e veta që ti ka dhënë Zoti xheleshane hun shfrytëzim, dhe me pas marrëdhënie të mira, reciproke, sikur që kanë kojshit e mirë mes veti. Absolutisht. Edhe shtetet kështu ka desht apo ka qenë dasht me kon, mirë po fatkeqësisht e mjerisht, edhe pse jo vetëm tek ne, po gjithkund në botë, kur s'ka pas pasuri ma shumë, kur nuk ka pas ushqim ma shumë, po çuditërisht dikush nuk po ngopet. Kur pak nasi ma shumë s'ka pas. Edhe po dëshirojnë që të tjerëve t'u amarin. Ne mund të thot dikush ndoshta pse shembull nuk e përkrah Iranin a diçka. Irani nuk na ka ndihmuar për më shirue. As nuk e ka njohur pavarësinë tonë. Shumë e vërtetë. Ne
pa ndihmën e faktorit jashtëm edhe pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk është mujtë më shqirua vetë, sepse jemi edhe pak, po kemi qenë edhe të dobt ushtarakisht, dhe kështu që gjithmonë jemi mirënjohës popullit amerikan edhe Shtetit amerikan. Na vije keq, e lutë Zotin inshallah sa ma shpejt. Faleminderit profesor Hoxh. Po më rëndësishëm ka po fut se është po flet diçka që është e vërtetë burr, se jemi çështojmë populli jemi i sport krejt edhe kemi po që pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ishme po sot shtetna. Asesi. Po çka po mendon për domethënë ka njerëz cilët kanë pas mërzi kur e kanë vrarë liderin suprem të forcave iraniane Ali Khamenei, për shembull Iqbal Oduti ka shpreh mërzi, Hoxha Mustafa Bajrami, po ashtu Hoxh Muhamet Kajulli ka thonë ai ka qenë lider i njerëzimit. Çka mendoni për këta persona? Po unë as mund t'i them kuj gëzohu për dikan, as mos u mërzet për dikan. Ajo është qëndrimi tyne, e thash, po pi tham prap, çdo humbje e jetës nuk është mirë, sepse fetarisht edhe në mi lingon, mi myt njeriu, është gjëna. Mirë po, tash ata që faktikisht dikush ndoshta e ka ditë që është lider shpirtëror, ai ka ndoshta arsye mu. Po për shembull Iqbal ka thonë kam pas lider shpirtëror. Po ajo është opinioni i Iqbalës, leteman, nuk mund t'i them asgjë. E pse për shembull se ata nëse s'gaboj janë shia, a ka te sunit lider shpirtëror për shembull? Unë di që është Hoxha, po. Jo, nuk ka. Edhe bone mirë që e the këto se shpesh herë për shembull na mvishët në diçka që ne nuk e kemi sunit. Thuhet kleri musliman. Në fenë islame nuk ka kler, se kleri ka të drejtë me qit baza në fe edhe me hik. Sikur për shembull te besimi krishter apo katolik papa ka të drejtë, sikur që para disa viteve nuk ka qenë lejuar, tash ka drejtë edhe priftresha, domethënë femna mu bo priftreshe edhe me i primeshës. Nuk ka qenë përpara. E në fenë islame nuk ka askush të drejtë të thëtë sabahi ka 3 recate. Domethënë s'ka bedate, njën si bedate. Jo, si bedate, po e haram, domethënë ajo ndaluar rrepsisht, s'bën ato me ilkun hiç. Edhe Ramazani kur në jetë si ka pas 31 ditë, as kur si ka pas 28, jo 29, po. 29-30. Se viti hijri është më i shkurt për një 10 ditë, edhe kështu që në fenë islame edhe herë po them ato parime që kanë qenë, janë edhe do të mbesin deri në kiamet. Hoxha në ryshe thonë është sikur shoferi i autobusin se ka marrua vetë, po din me i gra. Me drejtu. Me drejtu. Domethënë kleri praktikisht na musliman nuk kena kler fetar. Nuk kemi bashkësi. Nuk kemi kler, ato që faktikisht e ka leju Zoti, e ka leju, ato që e ka ndalu. Sikur shembull për bëjtë muslimant, nuk mundet dikush me shpall mëllajahën të shajt. As Naim Tërnavën, as tjetër kanë shembull për bëj, sepse njerëzit din diçka për mua. Po nuk i din krejt. E vërtet. E vetëm Zoti është ai që e përcjell dhe e din njeriu, edhe kur është vetën, edhe kur është në pyll, edhe kur është në podrom, edhe kur është në shtëpi, edhe gjithçka. Prandaj në fenë islame nuk ka njerëz të shajt, ajo derë mbyll. Vetë Zoti xheleshane huat dokumenton me Kur'an, thotë Khatemun Nebijin, Muhamedi është vula e pejgamberisë, edhe këto pas ka vetëm çështë drejtues. A kler në fenë islame nuk ka. Nuk ka. Jo. Po çka mendoni Hoxh se unë kam pas domethënë sipas eskatologjisë islame, flitet që domethënë përmendet edhe Armagedonin e përmenden disa fe, që një si lufta domethënë e tretë botërore, lufta e madhe. Domethënë sipas eskatologjisë islame flitet që këta po tentojnë me bë Izraelin e madh, edhe duhet mu dhe sa më shumë gjak me orë dëgjallë. Çka thot Kurani në fakt? A janë vërteta këtu? Shqo, Kurani nuk flet hiç për orën e dëgjallit. Nuk shkruan fare. Mirë, po burimi i dytë pas Kuranit është Suneti.
apo hadithet. Hadithet ka të shumë numërta, edhe flasin gjërë dhe gjatë për ardhin e Dëxhallit. Mirë po, Dëxhalli kur vjen, domethënë bota degenerohet, qërëditët, sikur që paguhen shumë pare të mëdha në përbot për disa qarqeve me shkatru rinin, sikur që edhe po e shofëm kanë arrit në përmes drogave, në përmes tyne, do më thonë, që shpejtojnë tyne Big Brotherët që tyne farsena, për shembull çka janë. Kjo është me i degenerue, me i shkatru rinin, me i prish, sikur që edhe e shofëm fare mirë. I Madhi Zot në Kur'an e ka përmend martesën, martesa farz. Martesa është vajib, martesa sunet, po ka raste të ralla, shumë të ralla në përbot që është edhe haram. E tash mi spjegu se cilën veç e veç, në mërku. Mirë, po kur është haram, kur për shembull s'është mashkull jaftë. Hajde me tregu që nuk jemi jaftë, jo mi marrë në qafë një femën në shembull për bëj, me bodarë, me marë, dhe ajo faktikisht i shkelet autoriteti asaj, se nesër i thojnë hallku, dikush i thojnë vej. A nuk e di që shembull për bëj, as ka pas kontakt me burrë hiç, se burri s'është jaftë. Por ndryshe në fenë islame, do më thonë, martesa është e shajt. Islami, apo i përfill fjalët e Zotit, edhe është ka mundohet anë e kanë ku ka muslimanën botë, mi ruajt një rini të shnosh. Ne pse kemi pas babalarët tonë dhe gjyshit tonë feje më shumë, ma heret, në Evropë nuk ka pas me rini shqiptare. As ka pas alkohol, as e ka ditë që ka droga, kanë qenë të moral shumë, nuk e kanë ditë që ka në diskotekat, edhe mirë po, dikush në këtë drejtim, po punë shumë, po financa shumë, edhe qëllimi është kjo natë alkoholi, se di që ka për shembull tër natën me nejtë rrugëve të Prishtinës, mashkuj e femna mu pi, për çka pa pare. Pse? Ti mësojmë një herë me pi, tani s'mon rri pa ta. E kjo është me degenerua popullin, me degenerua rinin. E çka thot në fakt, që rikthehemi përsëri, çka thot në fakt, çka thonë domethënë hadithet e profetit alayhis salam për ardhmën e Dëxhallit, ku do del, ku do shfaqet, çka do të ndodh? Po, shiqo, ai do të vijë, sikur që thash edhe më herët, në kohrat apo një prej shenjave të mëdha të kiametit, është ardhja e Dëxhallit. Edhe aty shkruan në ball fare qartë, mirë po shkruan gjuhën arabe, kafir, pa besimtar. I jepët mundësia, sikur që thash ati, për shkakun se këta që i presin ato kohra, do më thonë, nuk janë njerëz që agjerojnë, nuk janë njerëz që falen, nuk janë njerëz që e praktikojnë dinin e Zotit, po i kanë qitë pas shpinë mësimet e Zotit, edhe kanë marrë rrugën e degenerimit, edhe ajo është mashtrues, shkurt edhe shqip. Sa që ka Allah së mundësie, me i thonë dikujt që i ka vdek djali, thot apo beson në mua se une ta ringjalli djalin tënë. Edhe faktikisht, pej se hireve që i ban, nona apo ai bab, ka me thonë po, vëlla ma ringjallë që kjo djali jam. Mirë, po faktikisht ajo është mashtrues, ajo dreq, shejtan, shkurt edhe shqip. Prandaj, s'kisha me zgjatë më tepër në këtë fushë. Ku do shfaqet ai hoxha, specifikuar? Po sigurisht do shfaqet, ka lindja atë ku faktikisht edhe, do më thonë... Ka Damasku dikon? Po ndoshta ka Damasku, se ndoshta do të shtrihet apo do zgjerohet, sikur që po e shohëm dita ditës, shembull për bëj është ka mundohet mu zgjerue shteti jahudi, e ndoshta do më unë pej që atjehet ku do të nisin do më unë të natë këqijat me dalë dhe qështu. E qka do të dudhë pas ti? A vjen, si e përshkruan, hadithet si e përshkruan, do të vjen pas ti dikush tjetër? Pas Antikristit apo Dëxhallit, do të vjen dikush tjetër, apo?
Po sigurisht që vinë edhe shaj pas shaje, kanë më ardhë ato janë disa shenjat kiametit dhe më hundë të mëdha, po s'kisha me folë ma shumë Pas lidi. ti, huaj, po më interesant, që kjo shumë interesant për publikun. Pas ti, kush do të vjen? Do të vjen Imam Mehdiu apo kush? Po ka më ardhë Isa a.s. Edhe me ardhjen e Isaut a.s. Ai, si mas haditheve të pejgamberit a.s. ka me zbrit në njërën për minareve të xhamisë, xhamia e Emevi që është në Damaskun e sotshëm, kryeqytetin e Sirisë, edhe është kohë namazi. Ai që është imam në asaj kohë, në atë kohë e ka emrin Mehdi. Po edhe nona e tij e ka emrin Emine. Kështu ka humbë pejgamberi alayhis salam. E ka përshkruar. Edhe e shef që hyrin në xhami, edhe si mas haditheve të pejgamberit alayhis salatu wasalam, çush e përshkruar, e njeh Mehdiu që ky është Isa alayhis salam dhe thotë hajde i dërguar i Zotit pri namazit. Thotë unë kam qenë i dërguar atëherë. E tash nuk jam më i dërguar. Po ti pri namazit e unë xhamat dhe falin sabahin. Mirë po, shkruan thot e thejnë kryqin. Se Isa alayhis salam s'ka bo kryq kur. Pse në me qësh është që kjo? Po, e thejnë se është trillim. Se Isa alayhis salam nuk është i mbytur. Si mas mësimeve islame, nuk është i mbytur fare. Ai që është i mbytur, ai është Jehudha. Apo këta i thojnë krishterët Juda. Isa alayhis salam i ka pas disa shokë sinqert, por në mesin e aty në shokëve ka qenë edhe që ky Jehudha. Emreti Fistantinus i asaj kohe ka qitë për kokën e Isaut alayhis salam, po që Zotit që mbite, 1000 deve, shpërblem, kush e mbyt? kush e nxan apo kush trego kua. Aha. Edhe ky nuk ka qenë pra besimtari sinqert, edhe shkon në sheft, e lajmëron, i tregon shtëpinë, i tregon fshatën në të cilin gjinët, edhe ata i thojnë, hec ti pra, shko, e ne po e dim fshatën, po e dim shtëpinë edhe vime në zonë. Mirë po, kush i bë kurrë dikuj, bjenën të vetë. Allah Gjeleshanehu e lajmëroi Isën alayhis salam me shokët e tij të cilët ishin të sinqert, edhe ata u larguan. E tash, kur erdhën organet e rendit apo policia, ju e dini që në për kufe, por edhe kur policët lypin dikon e janë i dyshimt, e shikojnë me ngulimin sy. Ai personi që ka diçka në trup, apo ai personi që ka diçka në farmalli që është i ndaluar, ndryshon se ka frikë. E këti Zoti Gjeleshanehu, pse e boni këtë tradhti amur gojen këti Jehudhës, edhe ata duke menduar se bashkë që ky është, e kapën, e prejnë edhe e gozhduan. Prandaj si mas mësimeve islame, Isa alayhis salam nuk është as i mbytur e as i gozhduar. Po është Juda. Po është Juda. Për ata hëtë Kurani, wa ma kateluhu, wa ma salebuhu, walakin li shubiha lahum, as nuk është i mbytur, as nuk është i gozhduar, po është i përngjam. Onën tjetër, një pyetje, çka jo me anja për shembull, edhe opinionit i thëmë, a Zoti i plot fuqishëm? Sigurisht që po. Gjithherë. Gjithherë. Çdo ku. E kur është pra i plot fuqishëm, po e nxon që dikush i thot i biri Zotit. A ka babë që ka mundësi, e ka këtër fuqin, edhe le me jamyt halku djalin? Jo. Jo. E atëre qush e la Zotit me jamyt djalin e vetë, pra? Që kjo kejme do tema interesant dhe kësha pos dëshirë pak më të ndalu, e kam një musafir special. Këto thamë për hirë të së vërtetës. Po. Mirë, po dëshiroj që të më kuptojnë vllazërisht, pjesëtarët e besimit katolik, nuk është kjo me ju rejt, nuk është kjo me i nënqmue, i kam vllazën gjakut, i kam vllazën të adheut, flamurit, të në këto, në bashkojnë shumë sene. Mirë po, e vërteta është që kjo. A eftojmë musafirin? O është ta një musafir? Me neve sonte është aktori i mrekullueshëm miku i emisionit tim. Hajde! Po mëre, hajde! Faleminderit shumë që jellë, Simon. Shka ke morë? A na këthirë për iftar? Ja, mas iftarit, vëlla. A keni bo iftar, hoxha? Po, këna bo, vëlla.
Ali lej, s'ka problem. Që është bërë vlla, më fa i kena vllazën. Po, edhe po. Falendej se vllazën e na po. Bebën ku e ki? Pas ka u, e kin shumë qira. I mora ashtu sa ne thash është adet atë pak herë kushi herë. Po e vërtet është valla. Buk e kërp e zamër. A ki kërp se buk kip. Pas e hangër edhe buk edhe krypi këti pas. Falendej shumë qira si man. A pje, edhe unë. Po jo, po vesh, pas e hangër buk për vete tash ç'është doni ju. Ana hata të zëre për jashtë apo? Ja, le. Jam ardh le, tamam puna si te koshi jamo. Qëra. Apo fol me hoxhën se kem të diskutuar një temë shumë interesante. Po, ai burë forsi. Aleikum selam wa barakatuh. Faleminderit shumë që erdhe. Qëra. Sa adresa të je? Po. Je më i ri. Sa u kon që ky. E sa u kon që kjo. Shumë më mirë e kena pas punë. Pajtuan këtu. Me siguri edhe hoxha pajtuat. O pasha zotën, pi që i kena hek shtan. E kena qit tavolinën me 4 karrika, me 5 karrika. As son han kush bok mo bashk, as nuk mbledhen familja bashk, as nuk han bok fëmija me babë me non, as nuk qet kush gjep në ta, përpara ka 7-8 fëmijë, 10 fëmijë me një gjep, tashte ka një gjallë, ka një shik, ose hesh, ka dal edhe pak jena që janë nisë të martu burra me burra, gra me gra, e kanë mi hek krejt edhe pa fëmijë dhe pa kurgjon, se nashta ju ndërprema, ja, se ju bok pas kem të diskutu me për iftar pasi bon, tash më në veshje. Iftar kena bo tash edhe pak vjen çoji. Ha? Me pak vjen çoji. E kësi zashlir. Simon, faleminderit shumë që erdhe. Me Ramazan çush me çan Bajram ashtu. Mirë, ja nuk e kam një hesh, kam një nuk ditën e parë, edhe natën e kodrit. Pse s'po nën dëgjoj se kur pa xherana? Nuk po moj krejt. Ja, no, se kumbi mira, po nën dëgjoj se kur pa xhera. Ja, po e kam edhe 3 ditë e kam në Ramazanit gjithë shosh i kam, ata në shosh të muj. Po, a? E a keni një me ju të krishterët? Po, i kina kreshbet, ne kina 7 javë. 7 javë? Po, ma shumë si. Me që ju e keni ma letë burë, se me uje, me kuakuda. Ta më herët i huje, problemet e huja janë ma të leta, a ki po? Ta më herët... Qka duke ty ma letë të na e marante të ju, ose e kunder ta? Qka duke të për shambull e mirë që e ka feja islami, për që nuk e ka feja krishtere? Mirat i kanë të përbashtat të dyjat. Absolut, pajtonë në këtë. Ta në devijime që i bojmë na, edhe ngushtollakin që ja bojmë na vetit, atër na e bojmë na njerëzit. Se përndryshe që ato shka i kalon Zotë, i kalon të mira si për ju, si për ne, ato të këqijat i kanë ndalu si për ju, si për ne, kështu që... Po për shembull me çka spajtuesh, për shembull, hoxha këtu e shpjegoi më herët, tha nuk është kryqëzu Jezu Krishti, tha po Juda. E shpjegoj. Tash me qasja e fesë islame është thot Jezusi u kon musliman, po atër bjerë komplet teoria e krishtrimit bjerë në poshtë, ajo, do më thonë, 2000 vjetë i bjerë me konë mashtrim krejt. Ta që me paskon biri Zotit se kishtë me mytë, djallin e vetë. Atër nuk ka kuptim marë rinjallja, pse do të me besu na, si popull, si popuj, si njerëz në tokë, pse do të me besu ma që kena me u rinjall një ditë. Është fenomeni i rinjalljes, është vetë Jezusi, që është dëshmia ma mire ma që kina me vdek edhe kina me u rinjall. Hoxha pajtuesh? Ditën e mram. Për ndryshe, po mos tjesh shembull Jezusi, atër, a kina mona arsye me besu që një ditë kina mu rinjall. Për desa a thojnë këtë fete, thojnë që rinjallja ekziston edhe... Po linë pyetja për shembull para 2000 vjetëve, a ka pas njerëz? Po. Ka pas edhe me miliona përpara. Po. Edhe ka me pas edhe mrapa. Mirë po, vetë ngjarja, Isa a.s. ka qenë i ri. I ri. Na muslimant ndoshta besoj që edhe më mirë, edhe më bind shumë e besojmë Isa a.s. për të dërguar e jo sikur birë Zoti që shithojnë këta, ne besojmë shumë ma fuqishëm. Për shkakun se na i nisëm gjënat pej gjenezës, pej ronjës. Ne e dim që edhe baba, edhe nona i Merjemës kanë qenë shumë njerëz të devotshëm. Nona e Merjemës e ka pas emrin Hona. Baba i Merjemës e ka pas emrin Imran. Edhe në mihrab na i thojmë aty përpara ku prin hoxha që prin, e ka lut Zotin, ka pas pasuni, ka pas tëna të mirat, po fëmis ka pas. E ka lut Zotin Gjeleshanu, ka thonë ja Rabbi, kam dëshirë të flakt që të më pason dikush në mision në rrugën time, pra Zotit të Islamit, se Zotit nuk është sikur njëri ka një herë me jallë qëllue, ka herë mësë me jallë qëllue.
Që shbohet 20 e me që shumë fej. Jo, mërë vëlla, pe Ademit a.s. tjetër fej s'ka pas. Veç Islami. Po vetë fjallet du të mi ditë herë mas pare, çka do me thonë shemull për bëj Islami. Islami është vetë paqë. Halë ku tutën për i saj, po për i paqës do të më tutë kërkosh, do të më tutë për i tira seneve. Ja, vërtet. Se po, paqë është paqë. Po, E kështu që Zoti i dha shej që 3 ditë për më të plotësua dëshira, se do të kesh një fëmijë, 3 ditë s'ke më mujtë me fol. Edhe Imranit i hupi goja, mirë po me gishta, me gjeste, pe i tregosh shoqës, Zoti kam ma pranue se më tha kështu, do më thonë më inspiroj, edhe faktikisht me të gruaja 7 zonë, u gëzuan shumë, ste për me, falenderojshin Zotin, mirë po Imrani vdiq para se me lindë gruaja. goci më. Po, u mërzit, u mërzit. Kështu që u thonë hoxha nuk janë asë në Kur'an. Po, jo, janë, çka janë në Kur'an, janë në hadith. Se Çka unë hadithet? këtu, hadithet janë fjalë të pejgamberit alayhis salam që Zoti ka inspiruar për ndryshe edhe fjalë të pejgamberit Për shka janë alayhis salam. hadithet, hoxha? Ndëgjoj. Unë ty të ndëgjoj edhe unë kam dëshirë më ndëgju edhe nuk këna orë të mu grind, po këna orë me folë vllazërisht. Jo, vllazërisht, po se po. Zoti në Kur'an thot për fjalët e Muhamedit, për sunetin thot ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aja zgjon nuk flet çka i tekët. Apo i vjen gojë, po flet çka ne e inspirojmë. E prandaj edhe hadithet, pra nuk merret vesh apo nuk kuptohet feja në asnjë mënyrë pa sunet pejgamberit alayhis salam. A ka hadithe dobta hoç për shembull? Po ka, normal që ka ka hadithe, shembull se për për shembull, bëj, ka hadithe erotike janë? ka edhe të shpifëra, të trillume, Që nuk sikur janë për shembull Që nuk janë sahi, po, po. që shijat shembull për bëj qesën e çka thonë shembull për bëj që gjoja se Xhibrili ka pas me ja pru shpalljen Aliut, po ka gabuja ka dhonë mere me mend, dhe unë të në këtë nivel kanë ra, e ja ka dhonë Muhamedi alayhis salam, po këto janë pralla tyne, e kështu që vdiq Imrani pa po fëmin. Merjemit, gjëqësisht hanës pra, hanës ju shtu mërzia shumë që fëmija po na vjen, Zoti po na gëzan, po të kish pa bile burri. Mirë po, kur lindi, e lindi femër, hanës ju shtu mërzia hala dhe ma shumë. Pse? Se në Islam, gruaja nuk mund del imam. E ajo kish dëshirë të flakt që ta pasën burrin e vetë si imam. Pse s'mundet me dalë femna imam? Për shkakun se ne e dim, deri të 45 plus minus, femnat çdo muaj smurën për menstruacioneve. E gjatë asaj kohe, nuk kanë të drejtë të agjeruj, nuk kanë të drejtë të falin namaz, nuk kanë të drejtë të flajnë me burrin, nuk kanë të drejtë të hynë xhami. Të flenë në aspektin po më nejtë mardhoni, ose kështu me vjetë kemi drejtë? Po. Tani, nuk kanë drejtë të prekun mësavën, se e fjallë e Zotit. Mirë po, Merjemja ka qenë edhe si fëmi, po edhe si e rritne e veçantë. Dhe Jahjaja alayhis salam, pejgamberi Jahja, kur ka hin nga një herë në dhomën Merjemës që ka shku mi vizitue, ka po mrekullina që faktikisht ka po pemë që nuk i kënë të kohës. Edhe ka thonë, oj Merjem, po ka himore këtu. Ka thonë, hadha min indillah. Zoti mi ka quë, pe Allahit i kam. E këto janë konë si parashenja që Merjemja nuk është një grue e rëndëmt, për që ata ne muslimant Merjemën edhe i pagzojmë vajzat tona, edhe ma epitetin, edhe ma dëshirën më të madhen, ja unë gjesëm emrat vajzave tona Merjem. Duke ditë që ka qenë një grue ndershme, një grue devotshme, e nësë një mënyrë, si kur që për shembull ka komunitet tjetër, ju në gjesim fjallë, edhe i etiketojnë për pandërshmëri. Zotin arruajt, na në Islam e dim që ajo është e pastër kristal. Edhe njëherë për herave, ka hi me leku Gjibril edhe i ka thonë, Zoti ka vendosë, mi pas si fëmi, ka thonë, Zoti më ruajt, për çfarë fëmijë une? Kur s'kum pas me kontakt me burë kur? Mirë po e qëtësaj. Ademin kështë ka kriju? E ka kriju Zoti pa babë pa nonë. Havën për i kujt e ka kriju, se Zoti ka deshtë mi të regu fuqinë e vetë absolute.
E ka kriju Ademin hiq pa babën on, Havën e ka kriju për një brije të Ademit, e tash ka dasht, pra Havën e krijoi për i burri, tash me kriju diçka veç për i gruaje pa kun burri hiq, e kjo është e kriju me kush? 3 mrekulli, domethënë. Isa a.s. Simon? Kështu që na e besojmë Isën a.s. në mënyrën më të mirë të mundshme. Për që ata që i duhem Isaun a.s. shumë, kjo a.s. do të thotë paqja e Zotit qohmita. Nuk ka musliman që bje shahadetën rruzull të kësor, që Zotin na ruajt e fyën, apo e shan, apo flet fjalë të keqe për Isaun a.s. Sepse del pej dini. E vërtet. Simon? Jo, Hoxha është të fol mirë, tash unë nuk pajtona me shumë gjana që i tha, po s'është patjetër mu pajtu. Jezusi nuk u kanë musliman. Vallah i krejt. Pejgamber tjerë përpara Jezusit, të dërguar të tjerë përpara Jezusit nuk janë kanë musliman, sepse ata nuk ka kuptim Ungjilli, vetë Hoxha me vetë ky i beson Ungjillit, e din se ekziston Ungjilli, Ungjilli është vetë jeta e Jezusit. Edhe Injili, edhe Tevrati, edhe Zebure, Tevrati, edhe këtë, po tani nuk kanë kuptim. Nëse ata pse u dësht me arë Kurani, ose pse u dësht me arë... Për mi të reguat vërtetën se u devijun, u shtrambuan. Pra ata ka arë Kurani, me të reguat që është realiteti, që është e vërteta. Sepse agjerimi si agjerim, falve që dhe qëta, agjerimi si agjerim, nuk është agjerim me pi uj, e që të piha që të spiha, këta ja këni po qefin veti. Jetëral kundërshtim me vetën një 300 herë të këtij e qtashti. Dhe ishta shketë të full për shumë fushinë e Zotit, tash po dalin po thonë janë ndryshu libra tjerë. Kush jam une me ndryshu fjalën e Zotit, ose kush je ti, ose kush është Sadria me ndryshu librin e Zotit. Që shumë letë po të tregoj. Pse pranë fenë, krishtere janë 4 ungjille, nuk ka një sigur që të muslimon dikur. Vesh një ungjillë. Pse është i Mateut, e Javonit, e Lukës, e Gjonit? Vesh një ungjillë është. Vesh një ungjillë. Ungjilli janë përmbledhur, nuk mundesh me thonë janë 4 ungji, nuk mundesh me thonë Jezusi edhe pejgamber tjerë janë konë musliman, kur ka pos njerëzim miliona vjetë përpara, Islami ka ardhur. Kur është ndërtuar pra qabja për të veti ty, qabja, kur është ndërtuar? Qabja. Kur është ndërtuar qabja? Kur? Unë nuk e di. Pa në masi nuk e din, mas pari e ka krijuar Hazreti Ademi, Zoti Gjeleshanuhu ka qëtë Gjibrilin. Kur u bot të fani Nuhit, ju i thëni no. është katruar gjithë qka. Hoxha janë konë sinagoga për para. Ku më rëjë konë sinagoga? Në hebrejve janë konë sinagoga, janë po s'ka pas hebrejve, që o laj dashme, pasha Zotim kur. Tjetërën, kur është katruar pra në kohën e Nuhit a.s. Zoti Gjeleshanuhu me sebepe, me shkaqe punën, edhe aty e ka hjek qabën, edhe kur unal tash për shembull ai tufani, mas shumë kohë ka thënë Hazreti Ibrahimin me Ismailin me marrë qabën. Ibrahimi me Ismailin janë me 1000 vjet para Muhamedit. Musliman. Po musliman për çka? Okej. Pse se ka pra tjetër kush qabën në dorë për kanë musliman, për çka? Okej. Pe ku je murën ata? Simon, çka se zakonisht Simoni hoç kanë në angus për hyria kështu kur ti a di se është një shtunet, dhe ju keni 72 hyria, ju keni malet. Di Sadre, për para se me dalë që aty, une të fet, une gjoj ka pak vrejtje, mos të më qitë zotë në gjëna, mënura me konë besimtar shumë i madhe i Zotit, po të fet gjoj ka pak vrejtje, kur e thoi një shtash që është e thonë Hoxha shtashti. Kretë është e jona, ata kretë tjertë gabim. Kretë kush është nuk, ja ka nis, nuk ka ekzistu për para lufte. Nuk ka ekzistu për para në kohën kur na jena konë katolik edhe musliman që shë kalon Zoti. Mas lufte ja ka nis, kanë dalë pres fetarë të thonë që na kena mirë, ata kanë gabim, na jena të pranum të Zotë, ata janë gabim. Na kena më shku në xhenet, ata s'kanë më shku, tani krejt jena katolik, tani krejt jena musliman. Jo, bota ka pas diversitet gjithmonë i jetës, bota ka pas fe edhe besimet të ndryshme, to janë nis prej besimin pagane tek të besimin e një Zot. Na do të mu pajtu tash me këtë fakt se ti nuk mundesh me thonë Ibrahim Rogova, logjikisht është Ibrahim Rogova ka vetvendosje, se nuk ka ekzistuar vetvendosja, po valla vetvendosja e ka pas me pas pavarësinë e shtetit edhe Ibrahim Rogova ka pas synim. Okej. Po
Ibrahim Rugova nuk u ka në vetëvendosje. Edhe unë pajtona që nuk u ka në vetëvendosje. Mirë, po Ibrahim Rugova ka luftuar për pavarësi. Okej, korrekt, është shumë mirë që ka luftuar për pavarësi. Edhe për pavarësi ka luftuar edhe PDK, ja. Edhe ka luftuar edhe vetëvendosja ashtu luftuar, tash është koha e lapsit, koha e diplomacisë, nuk ka kohë lufte. Prano diversitetin, kanë ekzistuar besime, kanë ekzistuar fe. A kanë ekzistuar besimi pagon e hoq? Unë 96-ën kam qenë në Siri. Edhe ka qenë një seminar ku ka marrë pjesë edhe Robert Krendi, ambasador i Shtetit Bashkuara të Amerikës në Emiratet e Bashkuara Arabe, e kish pranuar fenë islame edhe kish ardhur. Si muni, apo pa ndryshim. Robert Krendi edhe tha 12 vjet ka dalë që para mikrofonit edhe ka pas për i gjitha shteteve të botës që këna marrë pjesë, ka qenë i jashtëzakonshëm, sa kam qenë i pa dëshiruar në kish. Për shkakun se nuk umbo veç amen, që na që thojmë amen. Po më kanë interesuar që të shembull për i bëj rreth Isaut a.s. edhe kom lexuar libra shumë, kom lexuar edhe Kur'anin, edhe kom ardhur në përfundim jam tepër i kënaqur që e kom përqafue fenë islame. Prandaj, feja islame është ma shumë se demokraci. Pse? Edhe pse dikush ndoshta pse se njeh për që ata edhe urrejnë. Feja islame thash pare, e beson Tevratin, e beson Injilin, e beson Kur'anin, ashtu që kanë zbrit original, i beson të dërguart edhe Musën edhe Isën edhe beson që ka pos paganizëm. I pakzojmë edhe fëmin, edhe i ruajmë ata që i kanë emrat e pejgamberëve mos me i thyet çka po di. Po gjithsesi ai edhe sot ka pagan. Edhe sot ka pagan. Do të thonë edhe nëse s'gaboj edhe migja i profetit Muhammed ka marrua si dhujtaria apo? Ka marrua çushja. Edhe për çata gjithmonë kur populli devijon edhe degenerohet, Zoti xhaleshane hu ka ndërhyjmë një pejgamber tjetër me qit nudhe. Në kohën e Jezusit nuk ka deviju populli. Populli ka deviju në kohën e Noas, Nuhet. Po në kohën e bashkët Isaut a.s. qaj Fistantinusi mreti se ka qenë besimi në shumë zëtra. E Isa nuk ka thirrën shumë zëtra, po ka thirrën i Zot. Edhe ai ka qitë 900 deve shpërblem kush e nxan apo kush e myt Isaun a.s. Që s'ka pas, me besu njërin që ljopa a Zotë, me besu dielli a Zotë, me besu murmurime a vetima që ka po di, kjo paganizëm është. Po, me shumë zota. Pa dyshim. Po. Simon? Ti kishe erdhe më po musliman burrë, çfarë po pajtohesh? Jo, unë pajtohena me shumë sane të mira, unë thash. Unë këtë virtytet e mira që ti spjegoj. Ne jemi vllazën gjakut, gjithmonë në jetë. Respektojmë njëri tjetrin, nderojmë njëri tjetrin, asnjëherë historikisht si popull shqiptar nuk kena pas kacafytje apo nuk kena pas incidente për shkaku i besimit. Mirë, po për hir të vërtetës do të bëj. Okej, hir të vërtetës së mastej edhe pak se mas dohet se ashta ku ki e miru nëse nuk ta... Unë mendoj se jena tu marr pak shumë me fe, si popull. Edhe nuk mendoj që i kena punë të mirë, pikërisht pse na tu marr me fe shumë. Kur ma shumë kisha dhe xhamia s'ke pas. Kur ma shumë njerëz devijum nuk i pas. Kur ma shumë pres fetar, shqiptar ton, pres fetar, si musliman, si katolik, si shtashti s'ke pas. Marrë edhe në internet na kanë lodhë, tash më falë shprehje, ja, s'ka problem. Na kanë lodhë, mo hoxhallarët edhe prifjat edhe në internet edhe në telefon më dalin 20. Përpara në kon kishat edhe xhamiat, një herë në javë shkojshim, i ki pas familjen e bashkume. E ka dosh njëri tjetrin, e ka dosh vllave motrën, e ka dosh baba e nana e vladin, vladi. Kur ma shumë nana nuk i pas na për jetimore, na për stërhimore. Kur ma shumë fëmijë s'ki të braktisum si shtashti. Edhe kur ma shumë nuk predikohet për fe, si për islam, si për krishtërizëm, si shtashti. Sa ma shumë jina ka mirë me fe, shash ma shumë jina të deviju popullin, jina të deviju rinin. Ani pse u shtu thirr për mirë feja, ta në herë thirr për mirë. Po mdoka që jina të ndiku poplin, shash shumë që jina të deviju poplin, shash shumë jina t'ja gërdit edhe Zotin ja t'ja gërdit, ka me të vras Zoti, banë qështon, sepse mos e pi ujt me do të shmajt, se ka me të vras Zoti.
Jo, nuk drejt zoti pse pi ujë me dorë të majt, po. E ki haram. Dora e djathtë është më e mirë se sa e djathta. A di shka ngoj unë sot në ligjeratat prizve fetare. Të vjen marrë mini. Mos e prej thojt me ata, a është haram mos me ja marrë dorën konatit, a është haram mos me... A e në gjëna Albinji, si se ka me vjusën? Kur ma kesh, si ka pos punë të popullit shqiptar, si shtashtë? Unë mendoj pak më ndryshe. Për shkakun se mësimet e Zotit i këna lonë mrapa, Shka në të në mësu jo, pra? Ndëgjo. Mësimet e Zotit i këna lonë mrapa, u hupshaj respektin dhe i plesve që pëthu ti i qojnë në përdom. Pse i këna lonë mësimet e Zotit mrapa, vje prostitucioni dhe tash fëmin ku ka njëri me men në krye, që fëmin e vetë e qëtë edhe i hupë. Ku ka? Mirë po, kur shkana bia me 1, me 2, me 3, me 4, s'dijet i kujna është, që atë fëminje që ujnë atje. Se fëmin e vetë se që kërkush, nuk ta ja për miliona. Kush është i bon shtu? A në t'i bon na? Që këj popull është të i botë që s'jem fetar. Pse si kena bo për para? Pse si kena bo për para? Jo, pse si kena bo Se kena pos vej ma shumë, kena pos vej ma shumë, ju kena tut Zotit ma shumë. Hoq, unë me sa për kuptoj Simonin, a guzoj me ndërryq të më falë? Jam falë sa drejt. Po, pa problem. Për çdo hap xhamia, për çdo hap kisha, shumë mirë që janë. Krenomi filan xhamie, këtë kupollën dokat, filan kishe, këtë kryshin e dokatit, komon të dokatit. Jena tu krenu me sene, e kena bon Zotin materiale. Shumë materiale. Jena tu krenu me sene që shpirtnisht nuk janë të nga plotësu, hoqë. O vlaj dashtën, unë e besoj që qita njerët që shkojnë në kish, edhe qita njerët që shkojnë në përgjamia, që të punë që për i thuë të nuk i bojnë asnjë. Po që ka me bo që qita që shkojnë hiç, edhe qita që faktikisht si praktikojnë hiç, qita e në të i bo. Po gjoja një. Këtë qëta që janë të ninu, dhe në qytet, këtë qëta që janë të ninu Ramazan, edhe janë të ninu Kreshme, edhe na jena ninu shumë, së na në Kreshme. Ditën e Bajramit këtë i ki me duplex, me venom, me restorane, me diskoteka, me këtë i ki full, ditën e Bajramit të pi raki, e të pi vena, e të daldis, e të tranu këtë. 30 dit e 7 javë janë koni nuk. Ata që pinë venën, ata që pinë restorane. Velja është edhe konga, Valja është edhe konga bashkë me Lalën, shkojmë në xhami, pim raki. Jo, ata që qesin kongë holë këmunë me qitë detenat kongë, po se qashtu. Jena një pi shtetëv që për kokë banorit pijet alkoholi mas shumë ti në Evropë. Kushtet e pishta? E pinë që ta që si fetar. E pinë që ta që si fetar lojan, që ta që si tutën zëtë. Po vesh, na po pinë në këtë vetë ty, edhe si krishter. Edhe si krishter për të vetë ty. Si ti përdoj pinë që ata që nuk janë fetar. Vesh me leje. Akoma shumë fetara s'ko. Vesh me leje, pse ka ndalu Zoti Gjeleshane hu alkoholin? Po, unë kam një pyetje shumë interesante. Jem fal vishpak. Po për shkak e orë që ditë na. Akoma si vishpak. Pse hoxha atëherë mirë ki ti që po thu ata që janë antifetare pinë alkoolin. Po ky po thotë pinë shumë, domethënë mbajrë thamë që ko pak antifetar. Tash nuk po del matematika. Nëse ko pak antifetar, du të me pi pak alkohol. Unë atë shka mendoj. Du të me pi shumë burë. Unë mendoj pak ka xhamia edhe pak ka kisha sa duhet me pas. Bravo. Për shkakun se ky popull ka nevojë ka qenë i pashkolluar. Ka qenë i pa ditur. A kena pas para lufte? A kena pas xhamia kisha ma pak para lufte? Ma pak kena pas. A kena pas? A thonë kena dorë Zotit ma shumë, ju kena frigu Zotit ma shumë. E vërtet është që pajtuna. Mirë, po atëherë për shembull ka fol baba, sikur që faktikisht sot për mua kjo demokraci unë për veti s'kisha pas lidhje me të çka është. Po ka ma turp se shembull pi bëj tash një kurkush me dalë me i thonë për shembull presidentit ja kryeministit po rren. Po kush i ka thonë për para zëtit shpis, ja zëjës shpis nuk ka qashtu, ja s'pët nga, ja s'po bëj qështu. Jo, mërë vla. Do të me pas njëri pak moral, karakter, kur unë po menej, hoqë falë që për ndërpes, unë po menej që i tha ma herët, që i tha për por, dhe me thonë, kur ma shumë më shimë s'ka pas, kur ma të pangnim se në konë. Që kjo qëndrën edhe në fejë, mire ko Simoni, dhe me thonë, na nuk është që nuk kena njerës të lezu shumë burë. Tash kjo gjëllarë, që Zotit, falë Zotit, faleminderit Zotit. Doktora shkenca vë Doktor shkenca, për shembull e kimu Llajon, që çfarë përpara s'kena pas burr. Një ohon ka tonë lexueshëm. Shumë respektojmë Llajon. Po. Hani Zotit respektoj. Faleminderit shumë. Respektoj. Për mua janë dy hoxhallarë në Kosovë që i du shumë. Është Bekim Jashari, e kam mik të mirë. Është imam në xhami Kapodieva.
Na shtaj një. Po, një mirë. Kërkoj falje se e përmena emrin e tij na nuk ka shef, po është shqiptar patriot, është besimtar i devotshëm, therr tanë herët në vlera, edhe më lajohen e një që një 22-3 vjet. Ka shansa një. Kam shumë respekt, jam kon i pranishëm edhe në vendet e Tuz, kam respekt shumë. Po shka janë të bë priftat edhe hoxhallarët për shit popull. Me këtë çdo xhamia, me këtë çdo kisha, edhe të deviju populli, diçka s'është në rregull me neve. Diçka s'është në rregull. Dikush i ka fojë. Jo, shiqo. Unë për çka bojnë për shembull preftrent, nuk e di. Mirë po, për shembull e di fare mirë, po flas për kreun e Bashkisë Islame. Ai njeri ka bo shumë për këtë vend, për këtë atë. Jo, pajtumi që me medreseja edhe xhamit kanë qenë edhe shtab. E di mërmurë me vetë bobën e kom pos Partinë Republikane edhe mbledhet i kanë mojtë xhami. 40 imam janë vrarë për çliri që sot pikëzojmë. 217 xhami janë digë. Selia Bashkisë Islame me krejt dokumentacionin është bo shkrum edhe hi. Mirë po, për mene hujtë që to, se nuk është morë... E kemi pos bërq, nuk është morë se ti e di që je modest, se thash edhe më herët prezentim që edhe ti një ku ke qu njerëz, bile njerëz edhe të kanë kërsnu që i ke qu në shtërinë qendrore të Kosovës, a më nëshme përmen? Po, vallahi e di fort mirë, se falë Zotit, vetëm prej agjës të babës edhe gjyshit tim, 12 mashkuj i kam sot veteran të shtërisë qendrore të Kosovës. Pra trungu tonë, të gjakut tonë. E kem një dëshmor e 3 martirë. Prandaj, ato që ka kum bo me dëshirën më të madhen, kum qu paret, zeqatit, që ka populli mi kanë dhonë me i qu në shtërinë qendrore. Edhe kur i kum qu kam dëgjua që shkojnë flakt për pijet. Po, kur shkova në shtab të komandant Gani Meri, Zot jem shiruft ka vdek, po zaven si ti është gjallë, Bajram Beqiri është kushëri jemi, ka qenë komandant zorën operative të Shalës, edhe ju ardë aqë shumë mirë po ka qenë fillimi, sa që të thëmë vërtetën edhe në xhami të une, kur u vrajken e që si spionje në komandant për shembull i policisë, sikur që u kona e ju bajgore a shumë tjetër kush, theshin bëshin beje njerëzit në xhami, pasha Allahin shkau pe i vret. Me jalon vetë, me jalon neve shqiptarve, me bo zullum, se zgudzë me dalë kush me i vra. E unë e disha që ka ushtëri, qëlimtarët Kosovës, mirë po populli dikush, tash me ngull kam edhe me i thonë janë filan ven, janë, e disha që mundet më mlajmërua dikush edhe më kap organet e pushtetit atëhershëm, edhe kështu që, për thëmë, kur shkova, e i qova të të holla, e dullën tash ushtria... Vesh para se mi qu, të kanë dollë në dhe diçka kanë kontrolu? Ja, masi i kum quë. Masi kur i kum quë, se ato pare ishin amanet, unë nuk kum pas dëshirë, asi herë më punu ma të shpine, ja me thonë dikush, me lonë ven, me thonë, mësi ka nalë hoxha për veti. Edhe i thash më ma marruen e diftes. Edhe ma marruen diftesën, tash kjo kapull që jam i ka 2 shalla, që kjo është e hull, ajo tjetra pak me atrosh. Edhe e gjepave, disha që mu mnalë dikona po këpuzve më shtinë mu dath, po të shanë kapull që nuk është kamenja. Edhe ku marrë, ku më shti këtu edhe lidha prapë. Tash kur ku marrë të shpia, se latin në vësejlës që ka qenë këtu brek dilit, tash e ka nërëzue, ndoshta ka qenë palesë, për di shu ku më puna saj, aty mo, punkt, edhe më nalën, më qëtën pe i kerri, shkel makonve, s'lan ven kun pa kontrolu edhe në vetur edhe në trup, mirë po në fund të më tha, shta im është ispët kape, që ka kjenë në kapuq. Kur më ka thonë kështu, një menje më shkaj, tha shruana zë. Po, ku shu të regoj këtyne që, mirë po, me njëherë më shkaj goja dhe thash, në kapuq që kam kryet. Hiqe, e huqe, e këshërën, s'ka, shkelim që ashtu, hajde ecë. Tani, më tha Gani Meri, tha hoqë, se thash për nalëna, po pohna ushtarë. Tha hoqë, na kem nevoj shumë për njerë si kur ti.
Edhe thënë vërtetën aso kohë, ka qenë fillimi, hoqë tha, ty po të regoj, po mësë të regoj poplit. 3 ushtari ka me një pushk. S'ka pas armatim. Po që ka kanë hije këta ushtar, të bajtën shpinë pe i Shqipërije. Veç i lumi zëti pagoft, edhe ata që kanë vdekë dhe këta që janë gjallë. Amen. Edhe, tha ne ushtar, në ideal të mirë, kem nevojë për ta politësht e familjes mirë. Edhe që faktikisht e dëna dhëdheun. Edhe kam ardhën në xhami, të bisedu me trit, po thënë do djelë, këshëm pas që me shkua. Tha me, a keni për një me, po vëlla. Edhe një letër, a i kusha ma dike në nënshkrimin tem, edhe jenë shkua. Kur kanë shku njëri për i qatyne, emnin e ka pas Selim Bislimi, u vra. Edhe mora lajmin që u vra, më dhem të në shpirt, mirë po, nuk kisha guxim më shkue me pa, se më pa dëdh me një pak ma heret i qova 2 tirë. E erdh baba i ti, s'po kallzoj me emna, më tha, nëse nuk më kthehet djali deri në mbrëmje, unë ty ku më lajmëru në polici. Edhe më desht, më shku edhe më ju thonë, edhe e lirun. E ta shtesha mëse edhe këj pëkëritët e për më thëtën në vërrim, hoqë më more djalin e ma qove në luftë, që shkam ke? Mirë po, nuk shkova as me pa, 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, kur 4 ditë e kishë qua një djalë, edhe për thëtë hoqë je i ftumë në qelime. O, zëtë. Edhe shkova. Kur shkova? Thasha dip se nuk më ardhë Baci Ismail me të pa. Tha jo vëllaj se di. Thash vëllaj jëm tutë që pe i dhim të stë madhe, po ma flet në i fjallë, për që ta s'kom ardhë. O hoqëta, po në jemi në rumë, jem babi dëshmërit, po jem bab i një djali që i ka dhonë jetën edhe gjakun për këtë liri. Unë jem shumë krenar që e kum pas këtë djali. E u qova, e ledhatova, e kapa në rëk. Këna punu e... Prej shtetit të arbrit kur është formu. E tek tjeri në luftën e 98-ës, 99-ës, presit fetar kanë punu jashtë zakonisht shumë për që të vend. Respektin matë madhën e më kur një jetë, ma gjenerata s'kanë më ardhë me e ba kontributin që e keni bon ju. Fari zotit, merre me men, shka ka ndodhë. Thash pi shtetit arbrit e tek tjeri të hoxha i ndërum. Fill mas lufte, kanë dalë dë fetar, kanë shku kanë luftu për Siri. Kush e ka bo qëta? E ka bo feja. Nuk janë konë fetar të këtë në hershët e para luftës, thash, janë konë patriota. Ato sene ndodhen për shembull. Pranoj kritikat. Shqo ti mere që është duesh, po mirë. E konë me vizitu e vërrezat e Kosharës. 100 herë. Nëse e konë 100 herë, sigurisht e paske po, pe Algjerije u qua aj, edhe u ardhë dhe ka liftu e me vlazët. Nuk është kërhasin i mirë. Ndëgjo. Mëse s'është kërhasin i mirë. Po duhe me thonë, unë e thjerë se kam, pa jo që u ardhë vetë. Ata, për shembull Rust, janë qua, janë ardhë shembull për i bëj me liftu e për Sërbinë. Që të nekë janë thirë ata. Nuk janë thirë, ata janë mërësimarë. Janë ardhë, unë po duhe me thonë, s'kem nevoj me hi të këtu, po... Keni dhonë kontribut normal, kemi dhonë bashkë, edhe musliman, edhe katolik, se atë nuk është veç i muslimanëve, po është edhe i katolikve, edhe historikisht pe i shpallës, pavarësisë Shqipërisë, Ismail Qemali, Luish Gurakuqi, gjithë mund jemi kom bashkë. Pas 98-ës Simon, kanë dhonë thoi kontribut për me shku në Siri. Tash e kena ba mas lufte, e kena ba fen marketing. Pranoj kritikat hoxha më të thonë prap. E kena ba fen marketing, e kena ba fen për internet.
Nuk Unë ka jam fetar, hoxh, unë jam fetar, Nuk da ka le shoj hoxh. ty, vish pse e ke dhonë një mendim, falem nuk për ka Zotin. nuk ka hoxh që ka thonë shembull për bëj dikush shkon në Siri. Mirë, po çush ka shkuaj se ka shqiptarën në Mirë, Siri. s'ka bon hoxh. Ata. Ndëgjë, po ka shqiptarën në Siri. Veç Ka mirë s'ka shqiptar bon. plot, janë lagje të rishme, po s'llamone që ka bo mirë. Po. Se kem këtu na Ka Mitrovica shkue, me dashur, aty. ka shkue, e ka pagu me krye dikush, çka po di shembull i bëj, Po. edhe kështu. A dalme, po Simon? Jo, diçka të më thonë, pra në një kritikat se jena të marrë me fe shumë, edhe kena arë me një pikë që vishë të deviju populli, edhe nuk kena të marrë më të mirën për i fesë. Që kjo është këtë, si të katolikë, si të muslimanë, nuk shkanë kritikat të muslimanë. Unë po të kuptoj ty, mirë po, që to gjërat që janë destruktive, feja, ase jotja, ase jemja, nuk i lejo. Prostitucioni nuk e lejo, drogën se lejon, hajni nuk e lejo, kriminalitetin se lejo. Këto është njerëzit që pse bojnë, ai për që ta janë burgjet, për që ta është prokuroria, policia. Simon, a qëta të levizit dhe qanit a janë se jo, a pak më ndrysh? Edhe këta ekstremista janë edhe këta. Ekstremista? E kam një Don Mikelin, tha, kemi një televizion, kemi Mosafer, tha nuk na vynë, tha besimtar, tha që i shojnë tjertë, që i shojnë njerëzit. E ke ndrohu fejnë tonë është krejt shpirtnore me ty edhe me Zotin është. Pse me dollë mi shojt të tjeret? Pse me dollë, gjdo një intervjist që e she të shojt, të ofendu, të mlef o të qitë për goje. Pse? Shka kina, jam kondër mendimit tina, është kondër mendimit tem. Po aseher mu i dhe nuk s'kena nevoj. Po pse duhet unë me dollë me shojt? Pse e kam ndrohu në fejnë, jam bo musliman ose jam bo katolik, tash me dollë mi shkojt, mos e idhënon nanën, e idhënon babën, e idhënon vllavin, e idhënon rrethin. Tash, valla po du mu afru të Zoti, e po idhënona me këtë. Nena idhënim këtë familjes, këtë rrethit, këtë farefisit, edhe gjysën edhe shtetin e implikojnë, se vnerë të qitë për goje. E kështu, se thash pak ma herët, se s'desh pak me i pak si mos me nëzit atmosferën. Kisha mund të lidh dy fjalë shembull i bëj, këta për mendimin tem janë kanë qenë njerëz ateista, njerëz që faktikisht të dështuam, nuk përfiton as kisha katolike pse i merr, as na gjos kena pa hajr për tyne që i kem pas apo nesër mu kthy, po çysh bëhet një mësues që gjenerata të tëra i ka edukuar në përbonkat e shkollës, e me dalë tash për shembull e ka qiti plesën kryje dhe me rrejt, me thonë në xhami s'ta ka ndash me ples. Po kjo është shumë e pavërtet. Shumë e pavërtet është. Shumë e pavërtet. Po vallahi sot në xhamin të për shembull për bëj se dis që kum një, po plot ka pas me plisa, e bile edhe me mahrama, e ka shembull për bëjën rrallu shumë, po kanë herë, e shohëm, po sigurisht. E me tjerë që çka po di, e thash për shembull mësues, pa diçka do më hum fjala mësues. Po haj kur delet rran, shembull për bëj kështu para opinionit, po çështoj ka rrejt edhe fëmin. Për që ata që si eduko që është duhet, ata fëmijë më marrë rrugën e gabume. Hoxh, a dalme me një tip tjetër, çka i kështë thonë Simonit për më bon? Qësh njeri mundet më bon? Me më kthy musliman, me kthy në vijë. Cilat janë ato spore që du të me thonë shahadetin a çka? Po, shqeqa feja është bindje. Bindje. E kem bindë loti si ajo nuk thohet pa u bindë. Mirë po, duhet me ditë që një zëtë është zëti, as nuk është i lindur, as ka lindë kërkan, as nuk i përngjakur kuj, zëti është zëtë. Se cili prej nesh këtu, qka jemi, kemi trashigua prej babe apo prej none, edhe me diçka i kena ga. E tash, zëti nuk hanë, zëti nuk pinë, zëti nuk flenë, nuk kotët. E qysh bëhet pra biri i ti, Isa edhe ka flejt, edhe ka hongër, edhe ka pi. E tash një njeri që i hanë edhe që i pinë, ka nevoj me shku edhe në banjo. E tani edhe zëtë mi bo këta? Jo bre, ne e besojmë për të dërguar të Allahu, që s'ka grad me e lartë. Nuk ka grad me e lartë. Mirë po njëri s'munët me jadhon. Po ja ka dhonë zëtë i gjeleshonën. Hoxh, a guxojmë të ndërprej. Në momentin që temen e fesë e nëshojmë në nivelin e a o konë Jezus si Zot,
ja jo i thuni Zot, jo i keni 3 zota, se bane Ati, Biri, Shpirti Shenjt, edhe aukon Muhamedi, pejgamberi aukon i martu me 4 gra, me 5 gra, me 7 gra, edhe a ka marrë grun 7 vjeqa, 12 vjeç, që të është niveli më i ullt e më i diskutimit fetar. Edhe këto vëllau jam kanë përgjigje. Niveli më i ullt e më i diskutimit fetar. Edhe këto kanë përgjigje, edhe mu nësë në zena heq nuk në zena. Pse? Ta o zamë. Faleminderit. Pse shamull për bëj? Po Zoti si që ka kriju Ademin, me një herë ka kriju Havën. Ho pashat Zotin, sa se vapet i fitan burri kur afrohet të gruaja vetë. Pejgamberi a.s. ka thonë, pa numër. I kanë thonë, ja Rasulullah, pa edhe këtu ka se vape, ka thonë shumë. Po tani me fe islame, ne e kem. Inshallah një gruaja jeme, shkaj të thonë. Digjo, tani me fe islame, thët, a i njëri që ngutët për mu pastruhe pas aktit, thët, sa ka kime në trupin e vetë, ka thonë i dërguri Allahut në tërë trupin që ka qka se vape. E pse e kalon Zoti Gjeresha në hu, se ne e dim që Arapt asat here, as tash nuk janë shemull për bëj matë avancuamit në shkejnë shemull për bëj. Me gjithë se në fillim ka pas, po dan nga dalë të fijet, njëri pasivizohet. Mirë po tash që puna e sidës. A janë evropianët? Sida. Po, a janë evropianët më të pasur? Edhe se sa anena lindja, sigurisht se po. Po. E tash ai që ka pare, ka mundësi edhe pastërtime mojtë. E pse pra ku nisi sida mas pari? Që të ku kam pos pare? Po. E pse? Se për shembull të besimi tjetër nuk është të domosdoshme u pastruhe. Të jo? Po, nuk është të domosdoshme. Ndërsa të musliman, Kjo është individuale, kjo s'ka lidhje me fe. Falë që po thamë, po duhet paralizu pa. Me islam është të domosdoshme, është farz i Zotit xhalesha. Po, e Simoni pas ka drejt mu bu musliman. Pse? Gruën e pas ke marrë musliman. Simon. Po. Po lo më shumë se çdo nuk kam prit. Po ti ruaj Zoti fëmin. Edhe tu nejt me ty pasha Zotoviç zonat mira mësoj prej teje. Zoti pa dyshim. Çka kishe thonë për shembull për më bon për më rikthy në fenë islamet tonë, domos Simoni çka duhet më thon spori shahadetit. Simona e di Po reani është ky kanë dëgjuar se ka me konflikt. Unë kam nejt çore. Ka me konflikt, për shembull e ka gruan. Po kanë ne me asonin me islam është mu pastrua në mënyrë gjenerale, çush pastrohem dhe edhe mi thon shahadetin. Simona e di shahadetin? Edhe çka? Fosha Zotin peç asaj dite. Të këtë erdhi sot, sa vjet i ke bon, çdo gjuna që e ke bon, me momentin që thua shahadetin, Allah ti fal. Amen jara. A pe du shahadetin? Se nuk ka ke pasin gjinam ke pas rajnë në dera, a pe du shahadetin? Mi pranu Zotin ashtu çush është. Qëre, une nuk menoj që një shahadet ose një e bo me krysh dë ban fetar të madhë, ose ma shumë, ose ma pak. Nuk besoj. Kjo themeli, gur themeli jo Okej. Mirë po e kaluar ja çlyhet. Çështu ka unë pejgamberi që po thëmë Po edhe. kam thonë shahadetin 100 herë. E ke thonë po se ke thonë me zemër, nuk e ke thonë çush duhet. Ku e din ti? Jo, e ke thonë vetëm me çta. A di shahadetin? Shur se di. Hajt, shqip, besoj edhe të gjare. Jo, e di edhe arabisht e di. Hajde, shëdu. Ashhadu an la ilaha illallah ve ashhadu an Muhammed abduhu dhe rasuluhu. Unë dëshmoj se vetëm Allahu është Zot Besoj edhe dhe te dëshmoj ka dhe deklaroj se Zot Muhamedi tjetër. alayhis salam është rob dhe i dërguari i tij. Hajt, ku Simon? Po, faleminderit shumë. Ngop, une Si ko këshell me kryet me lart. hoxh kallzova, me nejt me hoxhallore. Sikur hoxha se është tu prezent. Edhe me Edhe me betim pritri. jasharin, a? Edhe me pritri. Qëre, Ja, po. ngop, Më sasi se unë kam shumë shok mirë. Unë kam shok, unë rreth E kam Don Mikelin, Don Viktorin. edhe pi familje që kena prifta dhe motrat në derit kena në familje. Po kena edhe të martum me muslimane me katolik në familje. Ju kena dhonë shika muslimanëve, na kanë dhonë shika muslimanët. Ja u kanë marrë, u keni marrë se me i dhonë kështu fort si dhonë. Ja, po, përveçëm. Ja, po. Po shqeqoj, Ja, nga unë unë jam katolik, a di çka mendoj, unë jam katolik i Rrafshit Dukazhinit. Unë mendoj në Rrafshit Dukazhinit e kena fen pak ma bot
se sa pjesa Prishtinës, e sidomos Lipjane e shtime ka shanike vitia. E pse, si mos pethu që na merr lakmiti neve muslimave? Unë jo, muslimanu në isha bo, vish për me fitu gjenetin, Jo? e para, se Wallahi, ose ka katolik, ose ka musliman, dikane do të pëqyrë masi. Edhe e dyta lakmoj, për shikjo, adhe që du të kidret mi morë 4 gra. Për shta lakmoj. Po shqo, veç po duhet me thonë, pse kalon zoti me i morë? Pse? Sepse... Amo, më falë, por zotë, më falë. Jo mi shu në shpi. Vlasdesh po bojmë lafë. Jo, mi shu në shpi, jo. Se ma ka bo zoti dresh një, se e kam shaty, e tash mi morë edhe 3 tjera. Mi morë edhe 3 tjera, mi zerën me të kejtë. Larga sa, jo dresh, po do të gruaja është kurorë. Unë e bile shu dit në qësh, thujnë shejtoni lidhet në kotë Ramazanit është i lidhëm shejtonat. Shu dit në qësh e gruaja jeme rëntu silë, halo, Ale pa lidh. Gruaja është kurorë. Nuk ka ma mirë, ani më përstu s'kena dalë me bo humor, po kena dalë me thonë diqka, e kështu që gruën do të mi dashtë, gruën do të mi respektue, gruën do të mi nderue, gratë flasin, normal që flasin edhe jënë të ndihshme. Por ata pejgamberi alayhis salam ka thonë, kur dikush është në ku, vëlla, ja Rasulullah, po fletës, po muna me bajte që ka po di, ka thonë, për ja dini ju që gruaja është e krijuar për i bri, sa e bria është e shtremt. Mund e tha ke. Ka thonë, nëse mundohet dikush mi drejtue, ajo thehet se mu drejtue s'drejtohet. Qështu është edhe gruaja. Nëse dëshiron ti mi bo krejt çka dush ti, ata ja duhet mi lëshua, ja duhet mi myt. Po çka? Tesha ti pastron, shtëpinë ta pastron, ushqimin ta bën. Truën mos më shkuat diku tjetër ko. Edhe që kjo është gruaja. Pret tash ti. E tash, jo se kryva. Tash për shembull pse katra? Mund ndodh që keni jetë jashtëzakonisht të bukur, e në jetë shumë të lezetshme me gruën e parë, po që nuk të po të falë zoti fëmijë. Është haram, edhe ndaluar me feja saj më thon haj shkopi shtëpie. Në ashtë një mënyrë, po me rëvlaja në dytën, zoti e ka lejuar. Edhe e provo fatin me këta tash. Mirë po që ta kam fëmijën. Me ndëgjo, që ta ka folë zotin i fëmijë me këta, po u smu, pe një smu e tronë. Tash kjo smut, ajo për shembull anena, luftrat, a përshet që po ndodhin për shembull në Iran e tjetër kone, në Ukrainë, që ka po di, pjesa dërmuese në lufta, kush vrahën? Vrahën burrat. Gratë jesin. E për mos me met ajo grue, sikur limoni i shtrëdh i pa vlerë, se ata që faktikisht bojnë amoralitet, me atë gjuhën i lajmitet e ftane, i e kështu, po më falë shprehje, si të shfryhet, i thot kurvë. E për me qenë gruaja në ambrell, me pas ushqimin e siguruar, me pas kolumi krye, me i pas të natë mirat, shumë ma mirë është me konë rëtake. Ma të në përshohet peshku, për jaban të natë mirat. Po, shiqa, me libër të Allahut, edhe ja du të mi mo librin e Allahut, edhe e din që regullat e veta, çfarë rregulla shko gruaja ndaj burrit. Ja, sa u knasha me hoxhën, pasha zotë. Pjavlo qesi zotë u prit njën unë të ratë. Ngam. Ti shoh fëmijët në shkollë na. Të kujtu na me hangër po. Se për pampersa pak që sa në shtëpi diskutojnë. Te e pron harxhin e shtëpisë na. E kam fjalën për burrat. Në shetitje, në ekskurzione na. Ajo thot kam tërmen, thot se tash është në punë edhe ajo. Po do të më shku në punë, thot shko ti merr me ata, ti kryesh ata, ti merresh ata. Ish me pjell, më falë shprehje, vish me pjell se si na të pjell. Tani valla pse s'po bani fëmijë përpara e kena po ka 70 fëmijë, ka 10 fëmijë. Ku mi bën 70 fëmijë? Shona shkoj te kopshti i fëmijëve. Këtë burra jena përpara kopshtit, përpara qerrës. Shkoj te shkolla, këtë burra jena. Shumë kujt e bote atë barazi, bollmire ko hoxh. Shumë gabim është mos me bë fëmijë. Po na ti rrit na burrat më. Sepse ato që përmojnë barka, na mi rrit për këtë. Hala pa dal fëmia në këtë botë kur i bën 120 ditë në barkun e nanës, si mas fjalëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, i caktohet gjinia, i caktohet rreziku. Nuk ka kush në këtë botë, dikush ka menduar për shembull që filan fukareja merë me men 7 fëmija, po 7 djel. Mirë, po kështu rësad, që shuboj. 2 në Gjermani, 1 në Zvicër, 1 tjetër në Kanadë.
e tjetëri të shtëpia, e të të mirat e Zotit, s'ka kush që vjen këtë dynje që nuk vjen me rizq vetë. Zoti është ai Rezak anil alemin, i ushqen peshqit nuj, i ushqen e ke pa për shembull shpend. Kush e qet plumave tegëre, zëgjve, tirave, në mbrëmje, atë gushën plot, në mëngjes krejt thot, ka hexhojnë. Allahu Azza wa Jall është Rezak. Simon, a pajtoni se kam një video, mos jemi të femrat, një prej liderëve apo njerëzve të afërt të kamenit se çka mendon për femrën. Kur jemi të femra, بدن thash ta ngujmë çka thot ai. Kuç. و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده. اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر. Një të dhe vetë tha, grota janë si lupt, tha, veç i ka falë, dhe me thonë për mjë afro burrit, për në që tha janë si dele, si lupt. A pajtu është? Jo hiq. As nuk ka fjalë e Allahut, as nuk ka fjalë e pejgamberit. Femna është zoj, femna është kuror. Ky ka i ka marrë këto fjalë, çush i ka marrë nuk e di, mirë po bazë në mësime fetare nuk kanë asnjë tru. Edhe na shtakton e ka po delja mu për vetin nona. Nuk e di ku më lefosa, ku ka marrë këtë mendimi. Me ofendu ma shumë. Megjithse, për shembull përbëj aty, shpesh herë thotë feja islame për shembull përbëj i ka marrë, domethënë ja më i marr 4 gra nuk kallzova për çka më i marr 4 gra kur shembull përbëj kur ka femna më shumë, mos më lën rrugëve, mos më lën pa burr, mos më lën me vujt, se i ka vdek burrin luftë, çka po di shembull përbëj me jetima. Mirë po më vje keq, shembull përbëj që edhe në kanun shkruan burri për 7. E këto se thon hallka, janë më shumë 4 a 7. Në kanun nuk ka duhet gjini thon burri për 7 gra. Tani ka një herë dikush për shembull deshta ta them këtë që thot një grua, po kur ka burri për 4 gra, unë na shtajm për 10 burra. Ja për një mahall. Ha, mirë po. Gruaja që shka me një burr, dihet i ku je qaj fmi. E kur gruaja shka me 2 burra, ku mi dit tani kujna është, do të me bëha dënë aty. E për ata Allahu Gjeleshane hua Gjele Gjelali hua ka bo pra, ato që ka lon aj, që ka vendos aj, ajo është e vërtetë dhe s'ka me lujt kur të këtë erdhin kiamet. E merë, shpëtan, se merë, i bëdon veti se Zoti s'mund i bë kërkush. Simon, mos qërë moral shumë se tha. Jo, Sadre, që si deklarat është kida për internet për prizve fetar për çdo ditë gjanë që sjellë për shqiptarëve tonë. Po, pajtu na pëse. Që i krahasojnë me koalje, me nivelin më të ulët të po ka shoqërisë. hoxhalloshi të ngryja ose vesh jo muna me thonë ai për ngjanën hoxh, çaj që thot, nëse e ka thonë, po s'besoj që e ka thonë ai hoxh. A për ndryshe hoxh nuk është, mu vesh me teshat hoxh, mu vesh edhe ti. Edhe me thonë çka tekët, mirë po, as ka ajet Kuranit, as ka hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, bile pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë njerëzit që janë më shpirt ngusht janë ata të cilët i keq trajtojnë gratë, se gruaja është gruaja është amanet po. Padyshim. Gruaja është amanet, duhet mi trajtuar mirë. Simon, e ka hoxha, se jemi minutat fund, e ka hoxha diçka interesante shumë, më na tregu për fund, çush im shohë boks aty pse ta shohti Zotin. Ati Jugoslavit, Sërbit. Po, thonë të vërtetën, ka qenë viti 87, edhe po atë vit ka ndodhë, disa muaj po më duket përpara ka ndodhë vrasja e aty në ushtarëve nga Aziz Kelmendi, edhe për ne që kemi qenë atëherë ushtarë, ka qenë një kohë jashtëzakonisht e pak kohë, janë keq trajtue shqiptarët shumë, edhe kur kemi shkuar ditën e parë,
ndoshta dikush ka mëshirë deleve me ja u hiq ato kimet, me ja u hiq pak ma ngadale, qysh neve na e kanë nisë me na i hiq flakt, edhe ja ku më kap macinën. Edhe ja nisi po bërët atë hashune, kam ardhë ushtarë, nuk kam ardhë, nuk kemi përgosën në. E të thënë vërtetën tash, në 5 ditë, ne shqiptarë në këshëshin me sytë keq, edhe më mbosh mua jo kupa pe i kesh trajtimeve, edhe të 5 ditë, më shava i desetari, mirë po, duke mos pas kohë me i mendu pasojat çka ndodhë pa 1 pa 2, i kom ra bëksi që i kom ra, një 4-5 metra ka ra. E çka shojt jaj? Zotin ma shau, kur njëtën teme dhe këtërthi atë ditë, nuk kisha ndigjuë se na si muslimana Zotin arrujt, se shojnë Zotin kura, i që shojnë Zotin del pej feje. As krishtet s'këm dëgju kur. As nuk kisha ndigjuë pej shoqënie, se s'kemi pas na njerëz ka shembull për bëj kontakte me ta, edhe mu dëkë që kupolla e qiellit ra për mi muë, edhe i rash. Mirë, po shumë shpejt erdhen ajo policia ushtarake, më ledhen, më quen atje të ata të sigurimit, e tani pyetje të ndryshme, pej ma të ndryshmeve, ti je në organizatën e Aziz Kelmendi, ti je i betu me vra, ti kështu, ti anena, ti knena. Mirë po, e përshëndes nëse na sheh, pa laskaj, e kum pas kështu, është katalik i Klinës, e kum pas në rreshtin e dytë, edhe kum pas afër aty, edhe këta tash m'akuzojshin për pas që i kum ra, m'akuzojshin që unë e kum thonë kum e të vra. Edhe thash s'kum thonë, ke thonë, s'ke thonë, edhe thash po një kolegu jemi, aty ka qenë afër një pa laskaj, edhe po thotaj, qysh, thash pa laskaj. Tha, po katalik të kë. Thash, po qka ka, thash, unë e vlakam. Thash, na shqiptar, aj shqiptarëne. Thash, edhe, qëfar kje që ka? Shku në prunë. Edhe e falenderoj shumë, u të regu burë, edhe mund që ashtu që shukon të regoj rastin, tha, nuk ka thonë. Edhe për ata, nuk ka asë një herë që kamun e festa të mijat fetare, që aj nuk më thret, më maurue, edhe për Ramazan, edhe për Bajramin. Edhe Bajramin, po edhe une, jo mi kujdes shumë, asë një herë nuk ndodhë dhe aj me i pas festat e veta edhe, une më smja është haram hoq me auru krishtinjët edhe poshtë? Po ju, bre vla, nuk është haram, në edhe herë për të thamë, jemi vlazën, atë dhejën e kemë përbashkë, gjuhën e kemë përbashkë, gjakun e kemi të njëjtë, edhe na lidhin shumë sene, kush të thot, letë thot, mirë po, une, pse i a dëshiroj, gjitha të mirat e njët, i dëshiroj shëndet, i dëshiroj lumturi. Zdo me thonë që beson kjo pse e urën? Gjithsesi. E hoqë, një pyetje për fond, edhe për ty Simon, ama shumë sinqerisht më përgjigj. Juve i duket hajgore, po, a është haram e po hajgore me popull? Që shpërbojnë këta politikanë të urë? Sinqerisht po thamë. E kanë morë vutën të urë, munin të urë, në kanë bon sukur më në posë argat burë, gjithë mujë zjedhe, a hinë gjuna këta, sinqerisht. Ta i ka mujtë harame tash. Po që që, une nuk jem nësë një parti, se si hoqë nuk më takon. Po. Mirë po, i respektoj, i admiroj të gjithë ata të cilët kanë kontribue dhe kontribuojnë për të mirën e adhëdheut, për të mirën e qytetarëve. Me i mashtru poplin edhe me rajt poplin, nëse pas ka diçka kështu, do më thonë, une i dënoj edhe kanë mu dënu edhe pej Zotit, sepse me qenë pris, është amanet. Amanet është, nuk është... Për shembull hajgoren të bo me president e burë, si zgjellët. Nuk është lehtë, dikush është privilegj me konë kryeveni e kryetar, mirë po ma shumë do të mi kuptu si përgjegjësi, se sa si privilegj, se une vetna për veti, po ku mu vetë edhe për qatë popull që aty ku punoj edhe ku i mësaj. Qka ju ku më thonë, qësh i ku mësue, a ju ku më të regu drejt, as ju ku më të regu drejt, edhe këta udhëheqësat e shtetit e kanë i barë traun në dishin. Pse?
se kanë me dhonë llogari për krejt poplin, kryetari i shtetit e kryeministri, prandaj duhet drejtësi absolute për të gjithë, pa dallim në çfarë partije është, pa dallim çfarë komune është, po edhe pa dallim çfarë ngjyrë është. E kanë për detyrë me punu drejt. Nuk e zgjallën presidentën. Mirë, po kisha mu lidhë dhe me këto thuhet, Po. kur ka qenë i ftuam Ahmet Zogu me shku në Lëndër, u vanu atëherë, ka shku me ani edhe kur u vanu ka thonë qysh bre, mret u vanuve kështu që na që i gjysëre i na të prit tonat a lordat. Thë të gjithë ju keni ma lehtë se sa une. Se une jam mret i 2 milion mretve. Edhe na shqiptarët që shpëndo këtë muë nuk e kem kryet në vend ku duhet. Ja, hojz na faj s'kem. Ndëgjo. Jo kem valla dhe shumë. Pse? Tash votojmë. janë bo votimet. I mirë, i keq, e ka meritue, se ka meritue, i ka fitue. I ka fitue që i ka fitue, dohet me jadhon krahin edhe me një muë. E thash, hashimi i keq. Ky shamull përbëj Albini i keq, Vjose e keqe, kush është i mirë të na? S'ka fjallë. Nere rrismi si figurë, të na këthejmë e shojnë. Se cili për i tyne i ka meritat e veta, edhe ato nëse... E pukën e vetë, po. Sigurisht. Edhe të thonë halku që ka donë, meritat që i ka Hashim Thaçi, ato historia gjithmonë ka me i Bravo. shkrua dhe ka me i lexue. Pajtuna plotësisht. Po edhe tjetri. Edhe Albini, sigurisht. Po Simon? Kena arë në qatë pikë që edhe njerës të që kësë jenë ato i shajtë. Po ai që s'do i shohë. Jenë ato i shajtë edhe ata që e kanë derë, gjakon jenë ato ju thonë janë shpiuna. Njerës që ka vllazën të vramë, ka në familjet masakrum, ka arë, kena arë në qatë moment që jenë ato Por mua emër më i dashtën. Ato i shajtë. Emër më i lartë se sa fjala apo emri UÇK nuk ka. E vërdet. Simon, për fund, ki me shpalus diçka, i ki do tatua interesante. Qëra, une për fund kam shef zakonisht marrë kritika kur dalë në për intervista. Katolik më thojnë valla për ja marrë krahin, i ka bohash musliman se për ja marrë krahin atyne. Tani musliman valla të je qafer, të je katolik, se të vish dele banë hajgare. Qafer si e se dhe huxha tha i shkru, dy s'po shkru. Okej. Unë e krejt shka du, e baj pi zemrës plast, qëto kritike që e baj pi zemrës plast. Se kam shef me e po qëtë popull mirë, se janë bo masakrat më dhoja, kanë hek kesh, mija vjetë kina hek kesh, për më arë qëto ku jina. Edhe më arë që kjo moment, e tash mi shajt ushtarë të UÇK-s, mi shajt vlerat komtare, mi shajt herojt komtare, mi shajt njerëzë që kanë sakrifikua, kanë bo krejt qëta për qëtë vend, edhe ata del thirët nemen të fe, so ajo të full e ka temen për fe, e del e të shanë ty pëse jetë i dhonë të mendim shanë gjezin, e shanë Ademja Sharën. Ka pris fetar që dalin, e thonë ai Gjergj Kastrioti ka vra shqiptar musliman. A ka sen ma të dhimshme. Nuk kanë me shku shumë vjetë, kanë me dalë me e shajtë, për që shekën e nisë. Janë të i shajtë ushtarë të UÇK-s. Kanë me dalë me Ademja Sharin. Nuk është në rregull. Unë menoj që, e di që marrë kritika shumë, po unë menoj që institucionalisht, jo nanën hynore. Ja, du me bo leq. Institucionalisht, Gjergj Kastrioti, institucionalisht ja, figurat kontore du me bo me leq me rujt. Ademja Shari menoj që është pejgamber. Institucionalisht, jo në mjërë hynore. Edhe e kanë respektin më të madhën e më që na ka cilme du të mi falenderu se jena sot bashkë, jena vllaznisht, jena të nejqëto, jena të punu, jena të jetu. Që kjo sa në më rëndësishme. E këto kritika që i baj, këto vrejtje që i baj pi zemrës plast. Ti edhe i kishe tatua, monëshme? Po. Ku i ki? Unë nuk kam ba, ka herë kur kritikuhen për fe, unë i thamë edhe Muhamedi edhe Jezusi janë konë arab. Unë i kam Ademja Sharën, nëse mund është i kam dy figurat. Unë nuk kam ba simbolika fetare, unë kam ba simbolika kombëtare, se e di se edhe Hoxha është patriot shumë i madh. E di se është haram Hoxh me fe, po jam i gatshëm për
Përgjesh Kastriotën dhe për Adem Jashuarin dhe mundje. Mos i pas ke sta dy të lanë hoxha. A më kishe la hoxh? Vllai dashur për gjithsesi. Apo hoxha. Ama hoxh, fal se pak o marr do të përfund. Me çfarë shën puni? Vllai dashur. Se këmë shahu ma la zakonisht. Ai që i flet shqip e nuk i ka në zemër herojt kombëtar, nuk meriton edhe mu fal. Edhe nuk falet edhe të Zoti, ata për neve jenë sakrifikue, ata për neve kanë dhënë gjakun, na ta gëzojmë sot këtë liri, fal Zotit, fal ushtrisë shqiptare të Kosovës, fal meçve, kemi ardhur sot ku kemi ardhur këtu, kur më të lirë nuk jena konë historikisht, kur më mirë s'jena konë, kur më mirë s'jena vesh, kur më mirë nuk kena hongër, prandaj këto veç fal Zotit edhe gjakut të ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe luftës tyne, jem sot ku jem. Prandaj unë e tham që këta të nderohen dhe kanë me qenë nderuar gjithmonë, mirë po e dikush të në rëvehtën, ase në rënonën as babën, pejtis do të me prit me hunë të në rëdikon. Faleminderit shumë që ishit hoxh edhe për këto fjalë. Faleminderit jashtëzakonisht shumë. Ty dhe Simonit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Simon Tanushi, faleminderit shumë. Faleminderit edhe shikuesve. Natën e mirë ka që të personë të shihemi javë tjera sigurisht.